Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa tammut taslima ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun azza wa jall për të gjitha të mira që na i ka dhënë, elusim Allahun na bën nga robët e tij falëndërues, nëse paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi edhe sot në takimet e radhës të vëzëndëruar, lusim Allahun e madhnuar që të na jap sukses dhe të na mundson që të kuptojmë drejt atë që duhet ta kuptojmë dhe ta praktikojmë ashtu sikur që duhet. Jemi në takim me emrat e bukur të Allahut azza wa jall dhe në takimin e kaluar kemi mësuar për një emër të bukur të Allahut xhallahu ala, duke u munduar që të përmendim kuptimin e atij emri dhe gjithashtu reflektimin praktik dhe ndikimin e tij në jetën tonë të këtij emri. Andaj edhe sot me lejen e Allahu xhallahu ala vazhdojmë me tutje me emra të tjerë të bukur të Allahu xhallahu ala dhe me emrin e radhës. Andaj sikur që e dini, nuk është duke u ndjekur ndonjë rregull i caktuar në shtjellimin e këtyre emrave apo rregull i posaçëm, prandaj edhe nuk mund të prognozohet apo se çfarë emri do të marrim, por shpresoj tek Allahu xhallahu ala që përzgjedhja të jetë e qelluar dhe dobishme për neve. Andaj sot do të mësojmë për emrin Allahut El Hakim, që është dashur më herët të flitet për të, mirë po është vënuar për disa arsye të caktuara dhe shpresoj që kjo vonesë të ketë dobinë e vet. Emri Allahut El Hakim është për emrave të Allahu xhallahu ala që është i njohur për juve dhe njeriu kur lexon Kur'an, lexon fjalën e Allahut azza wa jall, nuk shkon larg e që mos të hasë dhe mos të ndeshet me këtë emër të bukur të Allahut azza wa jall. Andaj ky emër është përmend sipas disa numërimeve më tepër se 90 herë në Kur'an. Respektivisht 91 herë është përmend në Kur'an. Dhe sa është përmend në Kur'an ky emër i Allahut El Hakim, është përmendur i shoqëruar me disa emra të tjerë të bukur të Allahut azza wa jall. Dhe sikur që tashmë keni të njohur se krahas kuptimit të ndarë të emrit të Allahut azza wa jall, ky emër merr kuptime edhe të shtuara të posaçme kur ai shoqërohet edhe me ndonjë emër tjetër. Nga sa edhe shoqërimi dhe kombinimi i këtij emri me emër tjetër është i rëndësishëm për neve, ashtu sikur që është i rëndësishëm edhe trajtimi ndarës dhe i posaçëm i këtij emri. Andaj shumë shpesh, madje më shpeshti, ka ardhur i shoqëruar me dy emra të bukur të Allahut azza wa jall, me emrin e Allahut El Aziz El Hakim, apo dhe me emrin e Allahut El Alim El Hakim. Aziz dhe El Alim janë dy emra të bukur të Allahut azza wa jall që më shumti është shoqëruar me to emri i tij El Hakim. Mirë po, ky emër është shoqëruar padyshim edhe me emrat e tjerë të Allahut subhanahu wa taala, sikur se do ta marrim në fund të kësaj legjërate, sikur se është El Hakimul Khabir e kështu me radhë. Andaj nganjëherë emri Allahut El Hakim vije i vonuar dhe para tij vije një emër tjetër dhe kjo e ka kuptimin e vet. E nganjëherë i paraprin emri që shoqërohet me të, duke ardhur i pari e pas tij një emër tjetër dhe gjithashtu edhe kjo e ka kuptimin e vet. Fjala ose emri Allahut azza wa jall El Hakim vije nga një rënjë që gjuhësisht, në qoftë se kuptojmë drejt, mund të na ndihmon shumë në kuptimin e drejtë të emrit të Allahut El Hakim. Andaj vije nga një rënjë prej 3 shkronjave ha, kaf dhe mim. Hakama ose hakima, që në gjuhën arabe mund të ketë disa kuptime të caktuara. Për këtyre emrave, për këtyre kuptimeve, fillimisht gjuhësisht, jo vetëm në raport me Allahun azza wa jall, por kuptimi i kësaj fjale, i kësaj rënje në gjuhën arabe, sikur që ka vije me disa kuptime. Kuptimi i parë është, do të thotë, kur dikush gjykon në mënyrë të drejtë dhe kur dikush vepron në mënyrë të drejtë duke vendosur fjalën apo veprën apo gjykimin në vendin e duhur. Pavarësisht çfarë është ky gjykim,
a është i ashpër, apo është i butë, apo çfarë do qoftë. E rëndësishme është se kjo fjalë gjithmonë përmend atëherë kur dikush ja qëllon në fjalët e tij, ose kur dikush ja qëllon në veprimet e tij, ose kur dikush ja qëllon në gjykimet e tij. Zakonisht përdoret me këtë lloj rënje të kësaj fjale. Ose fjala hakema në gjuhën arabe e ka një kuptim tjetër, që nënkupton një lloj të penguari, një lloj të frenuari. Do të thotë kur njeriu ka ndonjë aspekt caktuar, zakonisht i thuhet, domethënë mendjes dhe logjikës së tij, kur e pengon mendja e tij, kur logjika e tij, kur intelekti i tij e pengon nga të vepruarit e gjërave të pahishme, jo të mira, jo me vend. Andaj ky privim dhe ky pengim në gjuhën arabe zakonisht përmendet me këtë rënd të kësaj fjale. Dhe gjithashtu kjo fjalë ka kuptimin e një lloj përsosmërie. Kur dikush vepron diç dhe bën diç në mënyrë, domethënë të bukur, të përsosur, që pas kësaj nuk i çka më shtumo, aq bukur e ka bërë, në gjuhën arabe gjithashtu apo vlerësohet dhe përmendet me këtë lloj fjale. Andaj patëm disa prej kuptimeve të caktuara, të cilat padyshim se nuk shkojnë larg edhe kur bie fjala për kuptimin e drejtë të emrit të Allahut Azza wa Jall El Hakim. Andaj ishte gjykimi i drejtë apo gjithashtu një lloj përmbajtje nga të vepruarit e veprave të pahishme dhe nga të thënurit e fjalëve të pahishme, dhe gjithashtu kishte të bënte edhe me kryerjen e punëve në mënyrë të përsosur dhe të përkryer. Këto janë kuptimet kryesore që rreth tyre sillet fjala, që nga ajo buron edhe emri i Allahut Azza wa Jall El Hakim. Ndërsa kur kjo fjalë shndrohet në emër dhe ky emër ka të bënë me Allahun Azza wa Jall, sikur se tham emri Allahu Xhallahu Ala El Hakim, atëra këtu dietarët nuk kanë shkuar larg, sikur që e përmenda nga kuptimi gjuhësor, por janë përmbajt atij brumi dhe atij burimi normalisht duke ia shtuar disa kuptime që i përkasin Allahu subhanahu wa taala. Prandaj një nga këta dietarë, sikur se është El Halimi rahimahullah, është i njohur në komentimin e emrave të Allahut Azza wa Jall, thotë se emri Allahut El Hakim në raport me Allahun Azza wa Jall është ai i cili nuk flet dhe nuk vepron pas atë që është e qelluar dhe me vend. Andaj për shkak të fjalëve të Allahut Azza wa Jall, për shkak të veprave të tij që janë gjithmonë të qelluara dhe me vend, domosdoshmërisht Allahu Xhallahu Ala emërtohet dhe cilësohet me këtë emër El Hakim. Gjithashtu Khattabi rahimahullah thotë se kuptimi i këtij emri është në kuptimin e dytë të atij gjuhësor, të përkryerjes dhe përsosmërisë. Andaj El Hakim është ai i cili ka përkryer dhe ka përsosur çdo gjë, dhe këtë në dy rrafshe, në rrafshën e krijimit dhe në rrafshën e ligjit. Andaj Allahu Xhallahu Ala ka përkryer krijimtarinë e tij duke bërë kështu të jetë në mënyrën më të përsosur dhe më të përkryer, dhe kjo është në kuadër të emrit të Allahut El Hakim, dhe gjithashtu kur bie fjala për ligjin që u ka zbritur njerëzve, edhe në këtë rrafsh ai e ka përsosur dhe ka përkryer këtë ligj. Prandaj El Hakim sipas kuptimit të dytë të këtij dietare është ai që ka përkryer dhe ka përsosur çdo gjë në rrafshën e krijimit dhe në rrafshën e ligjit. Ndërsa Imam Taberi rahimahullah kur e komenton emrin e Allahut Azza wa Jall El Hakim, thotë është ai i cili çdo veprim i tij është i zhveshur nga çdo njoll. Atë që e bën Allahu Azza wa Jall ose atë që e flet Allahu Xhalla Xhelalu në çfarë lloj rrafshi që këtë flet apo e vepron, qoftë në rrafshin kozmologjik apo qoftë në rrafshin legjislativ dhe shariatik, kudo që Allahu Xhallahu Ala flet apo vepron diç, nuk ka mundësi që fjala e tij dhe nuk ka mundësi asnjëherë që vepra e tij të njolloset me ndonjë tmet apo të ketë vend për plotësim. Në të rrafshe Allahu Xhallahu Ala është i përkryer. Andaj sikurse po vreni fjalët dietarëve nuk shkojnë larg njëra tjetrës dhe nuk janë në konflikt me njëra tjetrën, por e plotësojnë njëra tjetrën për të dhënë në fund një kuptim të përgjithshëm të emrit të Allahut Azza wa Jall El Hakim.
Ndërsa Ibn Qayyim rahimahullah thot se Allahu xhallahu ala padyshim se sikur që dëshmon Kurani dhe Suneti, gjithashtu krahas kësaj dëshmie të Kuranit dhe Sunetit, thot Ibn Qayyim rahimahullah, dëshmojnë edhe të gjitha arsyet e pastërta dhe logjikat e shëndosha, dëshmojnë se Allahu xhallahu ala është el-Hakim. Andaj edhe nga aspekti kuranor, edhe nga aspekti i fjalës të pejgamberit sa që kemi argument se Allahu është el-Hakim, krahas kësaj edhe logjika dhe arsyeja e shëndoshë e njeriu domosdoshmërisht e pranon se Allahu xhallahu ala është el-Hakim. Nga se thot Ibn Qayyim rahimullah, Allahu është el-Hakim, nga se ai asgjë nuk bën kot. Andaj këtu Ibn Qayyim rahimullah na e jep edhe një kuptim të shtuar të emrit Allahu el-Hakim. Krahas asaj që Allahu xhallahu ala bën çdo gjë me vend dhe bën çdo gjë të përkryer, apo krahas kësaj edhe të gjitha veprimet e Allahu xhallahu ala janë të shoqëruara me qëllim të caktuar, nuk janë pa vend, në kuptim pa qëllim. Prandaj Allahu xhallahu ala nuk bën asgjë së koti, nuk bën asgjë sa për të demonstruar diç, nuk bën asgjë sa për të imponuar diç, por të gjitha veprimet e Allahu xhallahu ala, të gjitha fjalët e Allahut subhanahu wa taala kanë urtësi. Pavarësisht pastaj a kemi ne aftësi dhe dituri që të gjitha këto të zbulojmë apo nuk kemi, e rëndësishme është se e kemi obligim të besojmë se nga kuptimi i drejtë i emrit të Allahut el-Hakim është se Allahu xhallahu ala çdo gjë që e thot ose që e vepron në dy rrafshe që e cekëm, qoftë atë krijimtarisë kozmologjik apo qoftë në atë rrafshin legjislativ dhe shariatik, të gjitha këtu Allahu xhallahu ala vepron dhe flet në kuadër të qëllimeve të caktuara, në kuadër të objektiveve të caktuara, nga sa Allahu xhallahu ala nuk bën asgjë pa qëllim. Prandaj thot Ibn Qayyim rahimullah, la yaf'alu shay'an abathan, nuk bën asgjë së koti, vetë pa qëllim, dhe gjithashtu thot Ibn Qayyim rahimullah, wala li ghayri ma'na wa maslaha, edhe nuk bën asgjë Allahu xhallahu ala pa ndonjë kuptim dhe interes, pa dobi. Çdo veprim të Allahu xhallahu ala, çfarë do qoftaj, ka një dobi, ka një interes. Nga se këtë kuptim na e obligon emri i tij el-Hakim. Ai që është el-Hakim nuk ka mundësi në asnjë rast veprat e tij të jenë pa venda, nuk ka mundësi të jenë të paqëllimta dhe nuk ka mundësi të jenë të dëmshme. Andaj këto tri kuptime i refuzon dhe i mohon emri Allahu xhallahu ala el-Hakim. Pra çdo fjalë Allahu xhallahu ala dhe çdo veprim i tij thash është me vend, është i përkryer dhe i përsosur, s'ka mundësi të jetë më mirë, dhe gjithashtu është në interes dhe në dobi. Kush përfiton pastaj nga ky interes, ky dobi, apo kjo është diçka tjetër. Por Allahu xhallahu ala kur flet dhe vepron, atë veprimi i tij është mundësi për të përfituar, nga se nuk bën pa kuptim dhe pa interes atë. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah se urtësia në të gjitha këtu hi al-ghayatul maqsuda bil fi'l, është qëllim i kërkuar me vepër. Urësia e Allahut azza xal, do të thotë në dobi, në interes, në çet me vënë kështu me radh, është veprim që këtë e synon Allahu xhala xhelaluhu. Andaj shikoni edhe këtë sa bukur e ka shpjeguar Ibn Qayyim rahimullah, nganjëherë për shembull njeriu mund të bën veprim caktuar, apo dhe e ka synuar një interes caktuar. Mirë po, ma vonë i është bëhe qartë se me këtë vepër janë realizuar edhe dy interesa të tjerë, por pa qenë paraprakisht planifikimi i tij. Dërsa Allahu xhallahu ala asnjë veprim nuk e bën e që në fund befasohet me rezultate të mira ato. Jo. Ai paraprakisht përcakton se kjo vepër, kjo fjalë, ky gjykim, ky vendim domosdoshmërisht do të realizon këtë interes. Në qoftë se ne nuk e prekim këtë, faji është tek ne, por Allahu xhallahu ala ka vendosur se kjo do të arrihet domosdoshmërisht ato. Nuk është sigurisht tek njëri thash që rrugës mëson, me përvoja përmirësohet. E kështu me radhë, Allahu xhallahu ala nuk i paraprin kjo, nga sigurisht se kemi thënë edhe në raste të tjera se përsosmëria e Allahu xhallahu ala nuk është nga veprat e tij, por nga emrat edhe cilësitë e tij. Përkundër njeriu shkon duke vepruar përsoset. Sa më tepër bën punë, më tepër përkryhet dhe mëson. Nëse Allahu xhallahu xhelalu nuk e fiton urtësinë me vepra, nga se e ka. Nuk e fiton dijen me përvojë, nga se e ka. Andaj e ajo që është te krijesat e kundërt është tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu xhallahu xhelalu çdo vepër që e bën e din saktësisht
se çfarë urtësi, çfarë interesash do të realizohen përmes saj apo. Nga se vetë veprimi i tij apo është për qëllime të caktuara apo. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, ashtu sikur që veprat e Allahut azza wa jall janë të ndërtuara apo burojnë nga një urtësi absolute, thot Ibn Qayyim rahimullah, gjithashtu edhe shkaqet që Allahu i ka vendosur për të arritur deri te ai veprim, edhe ato shkaqe janë konform urtësisë të caktuar. Prandaj, kur Allahu xhallahu ala kërkon prej neve që ne ta kryejmë një punë të caktuar ose të arrijmë deri në qëllim të caktuar, kërkon për neve që ne të jemi për shembull të sjellshëm, të moralshëm, kërkon për neve që të jemi ne për shembull të devotshëm, besimtar. Këto janë qëllime që Allah i ka kërkuar për neve. Dhe kërkesa e Allahu xhallahu ala që ne të arrijmë deri te këto qëllime është në bazë të urtësive të shumta. Por edhe shkaqet që i ka vendosur Allahu xhallahu ala në këtë rrugë për të arritur deri atje, edhe ato janë në kuadër të urtësisë, nuk mund të ndryshohen. Pse nganjëherë për shembull, kur njeriu vendos një qëllim të caktuar, ajo mund të jetë konform një urtësi apo njeriu vendos një qëllim, pse ke vendosur kët, nga se kam përzim kjo të arrihet. Mirë. Për të arritur ky qëllim, njeriu vendos një plan të caktuar, hapa të caktuar, e që jo domosdoshmërisht nënkupton se këta hapa janë pa alternativë. Apo a mund të vendosë një qëllim të caktuar dhe vendos një plan dhe strategji për të arritur atje. Po vjen dikush më i pjekur, më i mençur dhe vendos një plan tjetër që arrihet qëllimi por më lehtë dhe më pa kushtueshëm. A është e mundshme kjo? Kjo është e mundshme. Ndërsa ndrash tek Allahu xhallahu ala kjo është e pamundshme. Nga se refuzon el-Hakim, emri Allahu xhallahu ala el-Hakim nënkupton se krahasa asaj që Allahu ka vendosur qëllime dhe në këto qëllime dhe në arritjen e këtyre qëllimeve ka urtësi të shumta, gjithashtu edhe mjetet dhe rrugë që i ka përzgjedhur Allahu për të arritur atje janë të pa alternativë, nga se janë konform të urtësisë së tij dhe emrit të tij el-Hakim. Dhe nëse këtë kuptojmë, atëra njëri padyshim i bën të qarta shumë gjëra që kanë bën me jetën e tij, me kuptimin e fesë, madje edhe me menhexhin dhe metodën që ai ndjek e kështu me radhë. Nga se ky është kuptimi i rëndësishëm i emrit të Allahut el-Hakim. Dërsa Sheikh Sadi rahimahullah kur e komenton emrin Allahu xhallahu ala el-Hakim, thot huwa alladhi lahu al-hikmatu al-ulya. El-Hakim është ai që ati përkat e tëra ajo që ka të bëjë me urtësinë. Pastaj thot fi khalqihi wa amrihi, pavarësisht a prej kjo fushën dhe mejdanin e krijimit apo emrit, ligjit të Allahu xhallahu ala që nënkupton shpallin e tij. Nga se Allahu xhallahu ala thot afa hukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. A thua vall ata dëshirojnë hukum që në kuadër sa ishte gjykimi, vendimi e kështu me radhë të ignorancës. E kush vendos dhe kush gjykon më mirë se Allahu për një popull që logjikon, mendon dhe është i bindur në këtë. Andaj këtu Allahu xhallahu ala përmend se çdo kush i cili i përzihet Allahut azza xal në njërin nga kuptimet e tij që dalin nga emri i tij el-Hakim, çdo përzierje në këtë rrafsh Allahu ka quajtur jahiliye, ignorancë. Dhe jahiliye apo nuk është vetëm periudhë caktuar kohore, sigurisht se kemi cek disa herë, por nuk kupton veprime që janë të kundërtën e dijes dhe të kundërtën e urtësisë. Andaj njëri jahil është ai i cili vepron kundër dijes, për shkak të mosdijes, ose vepron kundër interesit të tij për shkak të epshit. Edhe ky është jahil. Nga se jahil nuk është veç ai që nuk din, por jahil mund të jetë ai që din, por vepron kundër dijes së tij për shkak të interesit dhe kështu e dëmton vetën e tij. Andaj Allahu na thot se çdo kundërshtim apo çdo tendencë për rivalitet në këtë rrafsh të emrit të Allahut el-Hakim apo ju shpije juve në një mejdan që quhet jahiliye. E atëherë kur dilin jahiliet, ose do të jeni në terr informativ për shumë gjëra nga se nuk mundeni me i perceptu, ose do të veproni në kundër të interesit të juaj, edhe pse e dini se nuk ka ashtu. Dhe nëse njëri mediton, e sheh sot subhana se njerëzit nuk dalin jashtë këtyre dy javëve. Pas ata që i kam shëruar Allahu xhallahu ala. Andaj ata që nuk punojnë përputhje me emrin Allahut el-Hakim, kuptime që i cekëm, ata janë në bardh mejdan të ignorancës. Dhe atje ose ju mungon dija, apo ose ju mungon dija,
dhe si pasojë mungesë të dijes, pastaj sjellin vendime edhe qëndrime e besime padyshim që janë me bestytni të shoqëruara dhe me lloj-lloj gjëra që janë kundërshtim me arsyeën e njerit, ose ky xhahilet i ka bërë që të punojnë kundërtën e dobisë dhe mirëqenies së tyre. Dhe kjo edhe është ajo që na ka urdhëruar Allahu xhallahu ala ta kërkojmë Allahun që të na marrë gjithmonë në kuadrat e emrit El Hakim, apo kur ne i themi ihdina siratal mustaqim. Nga se siratal alladhina an'amta alehim, këta janë ata që kanë përfituar nga emri Allahut El Hakim. Apo nëse ghayril maghdubi alehim waladdallin, jo në rrugën aty që ti je i hidhur me ta. Kush janë këta? Këta janë çifutët. Apo që të kanë pas dije, nuk u ka mungu dije, kanë pas pejgamber. Por për interesat të shkurtë të kësaj bote dhe epsheve të tyre kanë punuar në kundërshtim me këtë dije, apo dhe e kanë dëmtuar veten dëmtim që askush nuk e ka dëmtuar si ata. Apo që të jenë popull që i shoqëron mallkimi i Allahut deri në Kıyamet. Nëse i ka mallku pejgambert të Allahut i kanë mallku, dhe i ka mallku Allahu xhallahu ala. Andaj a ka mundsi njëri me dëmtu vetën e tij më tepër se të përjashtohet nga rahmeti i Allahut azza xhal? Këtu i ka sjell ajo që ka ndal nga ai, ka ndashur të jenë rival të Allahut në emrin e tij El Hakim. Ai ka gjykuar kështu dhe ai ka përcaktuar të shkaqe për to. Apo ka dashur me i zaventsuar edhe qëllimet edhe mjetet, duke menduar se ata kanë një lloj urtësie dhe ata kanë edhe mençuri dhe aftësie. Andaj konkurrenca në këtë rrafsh i ka bërë që të jenë nga ata që Allah është hidhruar me ta dhe ka derë me ta mallkimin e tij. Ose vola dalin, as grupi i dytë nuk ka shpëtuar më mirë. Nga se nëse këta janë që Allah është hidhruar me ta grupi i parë dhe ka derë me ta mallkimin e tij, grupin e dytë Allah ka cilësuar si çka? Si të devijuar. Njerëz që asnjëherë përderisa janë këtë mendan nuk mund ta shohin dritën e udhëzimit. Subhanallah. Por në kur Allah u gjykon për një popull, apo se ti e ke emrin kështu, dhe përderisa nuk del pe këtij kondi, pe këtij rrethi, sillu sa dush, bredh sa dush, përpjeku sa dush, nuk do të jeket kur pe teje emri i devijuar atë. Në asnjë rast. Në asnjë rast. Prandaj këta ulën dalin çfarë kanë bërë? Këtu nuk ka mungu dija realisht. Jo që kanë punu kundër vetes me dijen që kanë pas, por s'kan pas dije fare. Dhe si pasojë mungesë së dijes, apo e kanë zëvendësuar pastaj me bestytnie, me gënjeshtra, me kështu me radhë që nuk është e panjohur për juve. Andaj Allahu xhallahu ala thot e fa hukm al jahiliyati yabghun, sikurse ceku Sheikh Sadi rahimullah. Prandaj Allahu xhallahu ala sikurse edhe e përmendin në ajetin Maide në ajetin 50, e quan çdo hukum tjetër e që prej hukum del edhe El Hakim, çdo përpjekje për qenë rivali i Allahut në këtë rrafsh, apo e shpije njërin në rrafshin e ignorancës, e pastaj kur bie në këtë rrafsh, ose do të jetë në tërë informativ pa informata fare, ose do të jetë nga ata që punojnë dhe veprojnë në dëm të vetvetes së tyre, në dëm edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Andaj vazhdon Saadi rahimahullah duke thënë: "Fala yakhluqu shay'an abathan", asnjëherë Allah nuk kryen asgjë së koti, wala yashra'u suda, edhe nuk ndodh që Allahu xhallahu ala të sjellë ndonjë ligj së koti pa qëllim, dhe gjithashtu edhe ai është që i takon atij gjykimi në dunjë dhe ahiret. Andaj thot Imam Saadi rahimahullah, këto janë 3 gjykime që nuk ka mundësi askush ta shoqëron Allahu xhallahu ala në to. Çfarë nën kupton kjo? Saadi rahimullah po na jap një kuptim tash, ndoshta jo larg asoj që se ka më herët, mirë po një kuptim ndoshta më të organizuar ose më të renditur. Çfarë nën kupton? Emri Allahut El Hakim, sipas kuptimit të Imam Saadi rahimullah, përfshin edhe ato që kemi thënë më herët. Domethënë, përfshin gjykimin e Allahut azza xal se si kanë mundu krijesat, gjykim në krijimtari. Çdo krijesë është forma e saj, roli i saj, detyra e saj, sjellja e saj, krejt çka ka në këtë botë. Për krijesave, të gjitha këto janë në kuadrat e emrit të Allahut El Hakim. Dhe këtu ka mundsi dikush të përzihet Allahu xhallahu ala askush. Në anën tjetër, El Hakim është ai gjithashtu që atij takon gjykimi i vetëm për ligjin që njerëzit kanë mendjen këtë botë. Ai është El Hakim që në bazë të këtij emri, me kuptimet e mëhershme, përcakton çka është e mirë dhe çka është e keqe. Dhe këtu nuk guxon askush të jetë rivali i Allahut azza xal. Dhe kuptimi i tretë i shtuar që asik
Sadi rahimullah është se sikur që i takon atij vendimin e krijimtari dhe sikur që i takon atij vendimin dhe gjykimin në ligjvënie, Allahu xhallahu ala gjithashtu i takon që ai të vendos për rrafshën e tretë, që përfshin gjykimet në rrafshën e shpërblimit. Andaj ai është i vetmi, ai është el Hakim, ai e din më së miri dhe ai është i vetmi që këtë rrafsh gjykon pse këtë e çon xhenet e pse këtë e çon xhenem. Pse ka vendosur si kjo vepër me kon e mirë e me shpërblim dikën për këtë, e pse për këtë vepër e dënon dikën. Apo, nga se njerëzit dinë të jenë këtu shumë kaotik. Për shembull, dinë që për një vepër caktuar që dikush është lavdruar, ma tepër se që ka vepruar, ta shpërblen më shumë se dikush që nuk ka ditë më lavdruar, por ka bëu më shumë se ky që është lavdruar. Andaj Allah është el Hakim, e din. Nga njerë na, për shembull, çuditemi e qysh për shembull që në dhimet e Abu Talibi, pse është në xhenem apo. Sa i ka ndihmu pejgamberit alayhis salam, e sa ka qenë ofertie, si ka ndihmu. Qysh interesant ai për një shahadet shkoi poshtë njëri apo, jo s'ka shku poshtë për një shahadet. Po el Hakim është ai që ka vendosur këtu me kon këto apo. Që ta merr këtë gjykim. Ai e din pse ka marrë kët. Ai e din pse djali i Nuhit s'ka hyrë në anije apo. Se s'ka qenë vështirë për Allah xhallahu ala, qysh ja ka hip bit e tjerë në anije Nuhit alsam, edhe një me hip se shkon kur gjë apo. Mirë po, El Hakim e ka përjashtu këtë, e tjerë i ka bërë pjesë të kësaj barke. El Hakim ka bërë që baba i Ibrahimit alayhis salam, ai njeriu, baba i atij që pas tij kanë ardhur këtë pejgamber. Dhe krejt botës dënimin në Qiyame, Ibrahimi ja u ka mësuar tauhidin, ndërsa ai që më pas ka përfituar nga kjo është baba i tij që e ka rritur atë. Apo, na këtë logjikisht ne kuptojmë, na edhe babën e Ibrahimit do të qëm xhenet. Mirë po El Hakim thotë jo s'bën. Nga sa ti takon këtu me gjikuapën. Andaj El Hakim vendos për prindët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se kjo është mejdan që Allahu xhallahu ala nuk ka shok në te. Kjo është kuptimi i shtuar që e thot Sadi rahimahullah, domthon në kuadër të serimit të kuptimit të emrit të Allahu xhallahu ala El Hakim. Andaj gjitha këto serime të ndëruar që i kanë bërë dietar për emrin Allah El Hakim, sikur të thash, nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën, as nuk janë në mos pajtim me njëra tjetrën, por nëse i përmbledhim dhe i renditim do të shohim se të gjitha ato janë në plotësim të njëra tjetrës dhe çdo dietar i është qasur kuptimit të këtij emri nga këndi i caktuar dhe ja ka dhënë një kuptim të shtuar, të plotësuar për neve të emrit të Allahu xhallahu ala El Hakim. Nëse këtë e kuptojmë drejt, atëherë mundemi lirshëm që të bartim tek pika e dytë që ka të bëjë me reflektimet e kësaj urtësie në jetën e përditshme. Si shfaqet urtësia e Allahut? Qase është El Hakim, na po e kufizojmë kuptimin ose përkthimin e këtij emri me i urti, kështu të gjeni edhe për përkthime, me po sikur që e pa më herë nuk është vetë i urti. Kuptimi është që na e kuptojmë ngushtë, po Allah xhallahu ala është ai që është më tepër se kaq kur bie fjala për emrin Allah xhallahu ala El Hakim. Se përket gjurmëve apo reflektimit të urtësisë së Allahut azza xal në jetën tonë të përditshme, atëherë normalisht në bazë të kuptimit të këtij emri edhe ndan këto reflektime. Ibn Qayyim rahimullah në librin e tij Nunije, që e ka të shkruar në formë të poezisë për akidin e Ehli Sunnetit, kur flet për emrin Allahut El Hakim në kuadër të kësaj e ndan ndikimin e këtij emri në dy rrafshe kryesore. E para, thot Ibn Qayyim rahimullah, se kuptimi i parë ose që ka të bëjë me ndikimin dhe reflektimin është ajo që ka të bëjë me gjykimin. Dhe ky gjykim, sikur se përmendi Sadi, ishte në tri rrafshe kryesore, apo në rrafshën e krijimit, në rrafshën e shariatit edhe në rrafshën e gjykimit. Andaj Allahu xhalla xhelalu thot kur flet për shembull, sikur se e bini sot dietar shembull konkret, kur flet për çështën e Ashabul Kahfit, apo për qëndrimin e tyre, për kozgjatën e qëndrimit të tyre, për numrin e tyre e kështu me radhë, kur përshkruan Allahu xhallahu ala për pikën e njerëzve që t'ia qellojnë, apo kanë thonë 3, 4 qenie, 5, kjo është hamendja e njerit apo. Kështu njëri munduhet me sill me hamendje t'ia qellon ato. Ose për shembull kur sjell Allahu xhallahu ala shembull në Kur'an
shikoni shembujt e Allahut çfarë sot mrekullueshëm. Sa janë të shoqëruar me urësi. Nëse njëri kur tenton me sjell shembull, sikurse e përmend Allahu xhallahu ala në surën Yasin, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa." Shikoni njëri apo sa i sjell Allahu të shembull, e qysh ky është për shembull, ky që shembull konkret. Ky është, qysh ky tash ngjallave. Wa nasiya khalqa. Na sjell shembull neve e harron sa i sukon as çështu hiç e kena bëu kështu apo. Ti që ky njëri apo. Ti që ky është njëri apo. Daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Ai bën shembull, ky është, çysh bëhet ky këtë? Po çysh e bëhet ti se kon as është? Andaj edhe kur sjell njëri mundot me mendjen e tij të nxjerr urësi të caktuara larg shpallës së Allahu xhallahu ala, sjell se yaqulu thalathatun rabi'uhum kalbuhum, trajën kon po katër kon qeni, ai tjetër jo që kon katër, që kon 3-4 kon, i pesë kon qeni, kështu më radh Allah gjitha kësaj thot rajmen bil ghaib, apo rajmen bil ghaib, rajm është diçka është e panjohur, nuk e din ku është qëllimi. Vetë gjuhë që thotë ndoshta ja qëllon dikun. Kot vetëm me hudh njëra apo. S'ka ndonjë qëllim të caktuar. Nuk ka ndonjë orientim pse që to nuk është zdi, ma murmani apo. Që këto njerëz mundon me aqëllua asaj që është jashtë mundësive për ta perceptuar. Andaj Allah kulillahu a'lamu bima labithu. Allah është ai më i dishmi, ai din më së miri apo për çështjen që ka të bëjë me qëndrimin e tyre nga se lehu ghaibu samawati wal ard, që nuk e din të mshaftën dhe urtësinë e qëndrimit të ashabul kahfi në shpellë, ndërsa Allahu xhallahu ala din të fshehtat e qiellit dhe tokës. Absir bihi wa asmi', absir bihi wa asmi', kjo është në formën e çuditës së madhe. Qase arabët kanë njëri kur më çuditë më të madhe thonë absir. Në kuptim sa mirë po sheh. Në kuptim mahnitse absir bihi wa asmi'. Domthon mahnetu ti dhe çuditu ti se sa bukur dhe sa mirë dhe sa shumë sheh Allahu xhallahu ala dhe ndëgjon atë. Absir bihi wa asmi' ma lahum min duni min waliyin wala yushriku fi hukmihi ahada. Andaj Allah thot në Kur'an pasoj ma lahum min duni min wali. Ata nuk kanë ndonjë mik tjetër pas Allahut, edhe nuk e shoqëron atë në hukmin e tij, në vendimin e tij, në gjykimin e tij askush pas Allahut subhanahu wa taala. Nëse do na më marr këto trija me i shtjellu për të pa urësinë e Allahut azza xal. Ta marrim të parë vëllezër nderuar. Atë që Allahu xhallahu ka krijuar. Shikoj subhanallahu, edhe kjo është sikurse kemi përmendur disa raste që njëri duhet me të vërtetë të ndihmohet edhe me argumente Allahut kozmologjike për ta kultivuar dhe për ta ushqyer edhe imanin e tij. Qase kjo është një tërësi, një burim e ka. Apo kosmosi, natyra përpara është libri i Allahut i hapur, që çdo kush duhet lexon të. E pastaj ai libër e shpihet tek libri i Allahut i mbyllur, Kur'ani. Që aty pastaj e kupton se çka po kërkon ky që e ka bëu kështu këtë kosmos atë. Dhe kjo ka lidhje me vetë, nuk është kjo e shkputur, as nuk është kjo e ndar. Prandaj nganjëherë disa dëshirojnë me kuptu urtësinë e Allahut në krijesa, kuptim të përsosmërisë dhe përkryrjes vetëm nga këndi i bukurisë. Sigurisht kemi thënë tek emri Allahu xhallahu ala al-Bari dhe al-Musawwir. Andaj jo gjithmonë mundesh me e kuptu përsosmërinë e krijimit në qoftë se shikon vetëm aspektin e jashtëm. Nga se jo të gjitha krijesat për shembull janë të fuqishme, janë stabile, janë ndoshta të bukura në pamjen e jashtme. Dhe kjo pastaj të pengon që ta kuptosh këtë përsosmëri apo. Mi po nëse sikur se thot Khatabi rahimullah, e bardh këtë mejdan tjetër dhe shikon me sy tjerë, me çfarë sy? Shikon atë që Allah e ka kriju në bazë të udhëheqjes, në bazë të organizimit, në bazë të plotësimit të njerëzis këtu shfaqet dhe më tepër urësia Allahut azza xhala. Për shembull, dhe Allahu të takon shembullin më i lartë për nga jeta e përditshme. Në qoftë se ti e rregullon një mur, apo dhe ka tulla të cilat janë me vërtet të pathyera komplet të rregulluara. Apo mirë po, për ta ndërtuar këtë mur deri në fund, ndoshta nuk do të kesh mundësi që të gjitha tullat që i vendos të jenë të kompletuara. Duhet ndonjë tullë me e thy për gjysmë, apo ndonjë me nda qerekun e saj, e cila kur kthehet, ndoshta pa me saj prishet,
Mi po kur të vendoset në kuadrat të rëndësishme të murit, e plotson dhe zbukuron atë. Gjithashtu edhe mjetet që ti i merr për shembull. Merr një aparat që e ke qoftë telefon apo qoftë çka do të thotë pajisje të caktuar, e sheh se sa bukur funksionon apo sa mirë po ecë. Dhe kjo nuk është vetëm kjo që po e sheh ti, por është tërësi pjesëve të cilat nëse ndahen nuk kanë kuptim të caktuar apo. Pra nuk duhet shikuar si pjesë ndame apo kjo vet, por duhet bashkuar si një lloj mozaik për të pa urtësinë e Allahut azza xhala. Andaj shiko urtësinë e Allahut xhallahu ala si disa krijesa i ka bën më adopta, e disa krijesa i ka bën më të fuqishme, dhe kjo në kuadër të urtësisë së madhe të Allahut xhallahu ala. Si disa krijesa i ka bërë që të fluturojnë, e disa krijesa i ka bërë të zvarriten, e disa ka bërë që të notojnë e kështu me radhë, të gjitha këto e kanë një mesazh të caktuar. Apo e kanë një mesazh të caktuar, që nëse ky mozaik plotësohet, ne vallai një mesazh për mrekulli apo. Sigurisht është çështja e krijimit të njeriu. Allahu xhallahu ala Ademin alayhis salam ka kriju prej dheu. Hawan e ka nxjerr nga brini i Ademit alayhis salam. Pastaj njerëzit janë kriju nga baba dhe nga nona. Apo mirë po, kamet edhe një pa u plotësuar apo. Qysh kriju, na kena pa qysh kriju dikush pa babë pa nonë. E kena pa dikon pa nonë qysh krijohet. Hava pa nonë kriju. O kriju nga Ademi alayhis salam. Po alas kena pa dikush pa babë qysh krijohet apo. Apo e ka kriju Isa alayhis salam. Andaj kjo t'jep e kuptuar se Allahu xhallahu ala krijon çish don apo. Edhe kur të shoh krijesat që janë jashtë, është se Allahu xhallahu ala ka bërë disa krijesa, nuk kanë mundësi të jetojnë jashtë ujit. Tjera me bëjë fut në ujë ngordhen, ose njeriu vdes apo. Dhe kjo është konform një urtësie të Allahu xhallahu ala që të gjithë i ka bërë të mvarrën. Të gjithë i ka bërë Allahu xhallahu të mvarrën në mjedis dhe rreth caktuar. I vetmi që nuk mvarret nga oksigjeni, as nga uji, as nga ambienti është Allahu xhallahu ala. Prandaj ai që mvarret nga rrethona të caktuara e jetës, a meriton ai të adhurohet apo ai që nuk varet? Pra gjitha këto këtë llojshmëri në mënyrë të jetesës, në mënyrë të së ushqyerit, në fuqi dhe në dobësi, gjitha këto thash bëjmë pjesë në atë që Allahu ka gjykuar që kështu të jetë. Dhe ky gjykim që i ka ndarë rolet e krijesave të tij është në kulmin e urtësisë dhe kulmin e përgjithshmërisë. Edhe pse ndoshta konstrukti i tyre jashtë fizik nuk e jep një përshtypje të tillë në pamjen e parë. Për shembull, nëse është bretkocën, dallon bukuria e saj shumë prej bukurisë së ndonjë kafshë tjetër në shpendit bukur, apo e thosh këtu pas ka pas më shumë urtësi, këtu më pak urtësi. Jo. Mirë po, këtu urtësia është shfaq bukuri, ndërsa këtu urtësia është shfaq në rol, aty urtësia është shfaq në fuqi, e këtu urtësia është shfaq në diçka tjetër. Andaj çdo gjë është shfaq diçka që këtu kur kompletohen, të japin kuptimin edhe të emrit të Allahu xhallahu ala al-Hakim. Prandaj thot Ibn Qayyim rahimahullah në një thënie të tij, thot nëse Allahu xhallahu ala i theksuar me al-Hakim, apo atër domosdoshmërisht gjurmë të këtij emri do të shfaqen në dy mëdhane kryesore, në krijim edhe në ligj. Gjasë është e pamundshme shikoj disa njerëz. Nëse bëhet për emrin Allahu xhallahu ala nuk e kontestojnë. A është Allahu ai që bën me vend apo vend? Ja, me vend bën Allah. A është Allahu i urti? Po Allahu është i urti. E mirë, ku do këtë kjo çështje e i urti? Nga se domosdoshmërisht çdo emër i Allahut duhet të ketë reflektim në jetë. Sigurisht që kemi thënë këtë emër i Allahut Ar-Razzaq. Nuk shterret kur funksionimi i emrit Ar-Razzaq. Gjithmonë. Nga se përderisa ai është furnizuesi, gjithsesi duhet të ketë furnizim. Gjithsesi nuk ka mundësi me ushter kur furnizimi. Përderisa Allahu është apo El-Khaliq, krijuesi, ky emërtimi i tij kërkon domosdoshmëri të ketë krijesa. A është kjo çështje matematik shumë e thjeshtë. Mirë, nëse ai është El-Hakim, ata njerëz që nuk pajtohen me vendimet e Allahut kozmologjike, kaderin e tij, caktimin e tij, apo nuk pajtohen me vendimet e tij legjislative për shembull, apo i themi ku e shehni pra ju, nëse çtu nuk është emri i tij El-Hakim, ku është? Ku është shfaq ky El-Hakim? Ku është urësia e tij? Ku është përkthuesja e tij? Ku është vendimi i tij drejt? Ka është ai? Nëse nuk është në krijesa ose nuk është në ligjin e tij. Andaj Allahu xhallahu ala ato që e ka kriju me tmeta, apo edhe këtu nuk është përjashtuar emri i tij El-Hakim.
Edhe kjo ka një urtësi. Edhe kjo është sigurisht se e kemi thënë te kamni Allahut Al-Bari apo atje edhe Musawwir se nuk duhet përkufizuar për sosmërinë në pamjen e jashtme vetëm. Mi po shiko për te i kësaj. Nëse dikun shfaqet në bukuri, por dikun shfaqet në ndonjë urtësi tjetër. Andaj sa herë ka ndodhur që për shembull një njeri ndoshta tjetë me të metafizike. Dhe si pasojë e kësaj tjetë ndoshta i rifuzuar nga shoqëria. Po në moment të caktuar ndoshta prindët e tij që kur ka lindë tillë janë irrituar skajshmërisht, edhe nuk kanë mund më u pajtu me këtë caktim të Allahut azza xal, në kohë të caktuar kanë përfituar nga ky fëmijë aq shumë, saqë ndoshta edhe 10 të tjerë të jenë në formë të mirë, nuk do të përfitonin sa ka përfituar nga kjo. Andaj është kjo hakim? Po kjo është hakim apo? Kjo është hakim. Prandaj emri Allahut El-Hakim duhet të shfaqet dikun. Dhe thash, shfaqja e tij është fillimisht në gjykimin e tij kozmologjik, në krijesën e tij. Dhe gjithashtu është shfaqja e tij është në rrafshën e ligjit. Andaj Allahu xhallahu ala tëra që e ka caktuar, tëra që ka gjykuar për të, në kuptimin e ligjit, shariatit, atë që e ka zbrit, edhe kjo është konform një urtësie të madhe. Prandaj edhe brenda urtësisë Allahu xhallahu ala ka urtësi. Ka urtësi pse Tevrati Musaut alayhis salam, e pse Injili Isaut, e pse Kurani Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu ka urtësi, apo edhe këtu ka urtësi. Nga se për shembull ti ke zbrit Kurani Musaut alayhis salam, ndërsa Kurani është me karakter të përhershëm që nuk e kufizon koha dhe vendi. Para më me zbrit Kurani pejgamberit që karakteri i misionit i është i përkohshëm koha dhe në vend ato. A përputhen? Nuk përputhen. Nuk ka përputhje. Andaj një pejgamber që do të i kalon dimensionet kohore dhe vendore, i përshtatet në libër që është i këtij dimensioni ato. Andaj këtu është urtësia e Allahut xhallahu ala. Pastaj edhe vendime që Allahu xhallahu ala i ka nxjerr në Kur'an, në shpallën e tij, në urnat e tij, në ndalesat e tij, të gjitha këto janë të shoqëruara me urtësi. Shpesh njerëzit vesin për shembull, e çka është urtësia për kësaj? E çka është urtësia për kësaj? Shikoni sa bukur këtë e ka definuar Ibn Qayyim rahimullah duke thënë. Thotë Ibn Qayyim rahimullah. Në kuptim të asaj, ndoshta jo citati drejt për drejt, por në kuptim të asaj që e përmend se Allahu xhalla xjalaluhu në atë që e ka zbrit, na ka mundësu që përmes saj ta njohim atë dhe ta adhurojmë atë. Thotë mjafton kjo urtësi atë. Asnjë urtësi mas kësaj që nuk e dim, kjo mjafton atë. Për shembull, na nuk e dim për shembull se këtë vepër caktuar, a e don Allahu xhallahu ala apo nuk e don? Kjo vepër e caktuar, a na shpihet të adhurimi Allahut apo nuk na shpihet? Na nuk e dim këtë. Ka ardhur Kurani dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të legjitimuar fjalët e caktuara, veprat e caktuara për gjën adhurime. Dhe na e kena kuptuar se pse kjo është obligim, nga se urtësia e kësaj është se Allahu e don. Vetëm te kjo më ndal, për neve është e mjaftueshme. Vetëm se përmes, për shembull, ndonjë veprimi të caktuar e njohim Allahun më mirë, mjafton kjo urtësi, hiç pa shku më tepër. Se njerëzit kanë nevojë, kanë qenë urtësi që kanë bënë me ta. Apo për shembull, ka më shumë ka dëshirë njëri me i njoft aspektet shëndetësore të agjerimit, se sa aspektet që me to hin xhenet. Kjo është nga xheli i tij atë. Kjo është nga xheli i tij. Andaj Allahu xhallahu ala rrallë herë na ka përmend në Kur'an, edhe pejgamberi në hadith, rrallë herë kur bie fjala për urtësitë e adhurimeve, rrallë herë ka përmend aspekte që na i kërkojmë. Shëndetësore, materiale, ekstremale të kësaj bote. Rrallë herë ka kësi përfitime. Mirë po, kur flet Allahu xhallahu ala për një obligim ose na ndalon nga ndonjë ndalesë, a ka mundësi që kjo mësit e shoqëruar me dy gjëra, e para, mundësi për të adhuruar Allahu xhallahu ala dhe e dyta, mundësi për fituar shpërblimin, nuk ka mundësi. Andaj që kjo është urtësia që ju duhet me kërku. Dhe nëse këtë arrini, nëse unë e kuptoj se kjo vepër më çon xhenet, e zbulova këtë urtësinë që më vjen. Çka ka për tek kësaj, tek unë është luks.
Në qoftë se e zbulojmë, alhamdulillah, mirë, shtohet bindja. Po nuk duhet edhe me insistu për të kësaj, nga se nganjëherë të insistuar në zbulimin e urtësive materiale e zbejnë këtë esencialin që është. Pastaj adhurimi nuk bëhet më për ta kënaqur Allahun dhe për shkuën në xhenet, por më tepër për bëhet si një lloj rekreacioni apo një lloj sporti kështu me radhë që më tepër rrim shëndetin e jemi më aktive, jemi kështu me radhë. Andaj duhet me pas kujdes, domthonë edhe në këtë aspekt që mos zbehet ajo asnjë që Allah e ka kërkuar për neve. Ka Allahu xhallahu ala ka pas mundsi një gjuz në Kur'an komplet. Një gjuz në Kur'an më na përmend se sa harë na ja shohim namazin. Ka mundsi nga sa edhe në kuptimin shëndetësore, materiale, shoqërore, ku e diun çfarë të tjera, apo aspekte ndryshme ka mundsi me përmend. Pasi ka përmend ato. Po ka përmend inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Këtë aspekt e ka përmend. Se namazi ju largon prej punëve të këqija dhe të ndaluara. Kjo është urtësia e mjaftueshme kuptuesi. Pse më fal? Pse nuk bosh i mirë ndyshe pa namaz. Apo don çapo të urtësi më shumë kurrgjë. Çi kjo po vjen mua. Por pastaj që këtë ngarkojmë, s'po them mos me përdor nganjëre. Na duhet të pse jo? Do bit shëndetësore të abdesit, do bit e namazit pozita ku e diunë kjo është e mirë për boshtin kurrizore, kjo është e mirë për gjunjtë, kjo sprish punë. Po jo mos të ngarku, apo gase pe zbe qëllimin e namazit, ose namazi është bërë sikur me kon në trajtim special në spital, apo. Jo na qëllimi i namazit është me kënaqë Allahun xhallahu ala. Qëllimi i namazit është me largun nga punë të këqija. Dhe kjo është urtësia. Andaj njohja e kësaj gjithashtu na mundson që të përfitojmë apo reflektojmë gjithashtu emrin Allah xhallahu ala el-Hakim. Emrin Allah xhallahu ala el-Hakim. Pra sa më tepër ne i njohim këto aspekte të ligjit të Allahu xhallahu ala, aq më tepër tash, domthon, jemi në kontakt dhe jemi në fërkim me emrin e tij el-Hakim, edhe urtësitë e shariatit në aq të shumta, që nuk ka mundësi të numërohen në shumë aspekte, qoftë në rrafshin e besimit, qoftë në rrafshin e adhurimeve praktike, qoftë në rrafshin e moralit e kështu me radhë, të gjitha këto kanë të bëjnë me emrin Allah xhallahu ala el-Hakim. Dhe gjithashtu edhe në rrafshin e tretë ku reflektohet urtësia Allah xhallahu ala dhe ajo që ka të bëjë me emrin e tij el-Hakim është në rrafshin e tretë që ka përmendur edhe Sheikh Sadi rahimullah, që ka të bëjë me shpërblimet dhe me dënimet. Ka së edhe në këtë rrafsh Kurajsht e Mekës, sikur është shumë njerëz, apo nuk e kanë pas që të qartë këtë aspekt të urtësisë Allahut azza xhala. Andaj për shembull ka thonë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku e gjet Allahu këtë mi azbit Kur'an të kon nga këtu. Kjo është më i pushtetshëm, as më i bukur, as më i pasuni, apo e Allahu kon el-Hakim. Apo edhe në këtë ai përzit kon është problem me risale. Pastaj kon haj çka këto preparojmë që ky Kurajsh do të qysh preparojmë ky pejgamber, ama ku e gjet Bilalin me kon kjo mirë, ish bua Abu Xhali musliman, jo Bilali, i zi. Çfarë fe është kjo që ky zozak pin çurat i pranon që ky njeri intelektual këtu se pranon. Apo se kuptoj, kjo është Allahu thot eleysa Allahu bi a'lama bish-shakirin. Allahu xhallahu ala është ai që më së miri e din kush është mirënjohës dhe begatit të tij. Këti më jap ky se dim vlerën apo. Se ata se jap. Ne se kuptojmë kët. Na mendojmë që këti më jap është më mirë, nuk ka mirë ti më on. Ama na nuk e dim. Allahu e din se kujt ja jap kët fe jap. Ai e din ku kanë me shpërblim me kët din, e kanë me dënuar me kët din. Allahu e din, na nuk e dim. Si nga njëre, për shembull, para mëna sikur se njëri me kon, se njëri është i kufizuar shumë për zgjedhja. Na nuk kena shumë alternativa, kena 2 a 3. Edhe krejt urtësinë e sillim në këto 2-3 alternativa. Për shembull, cili është mund sjell vendim më drejt, gjykim më qelluar. Në njëri i cili për shembull nuk din në biznes pas 2 mënyra me bu biznes. Ai s'din të çka, çështo dhe çështo. 2 mënyra i ka i veç ose 3. I ka 2-3 zgjidhje vetëm, 2-3 zgjidhje i ka vetëm, nuk ka zgjidhje tjera më shumë. Njëri kur ka 2-3 zgjidhje mund të let me gabuar ato. Nga sa ato mund të jenë të përgjithshme, ngjashme me zveti, nuk din cila është ose ai njeri që i ka me mira zgjidhje para vetave. Zgjidh çka don ato. Allahu xhalla xhelaluhu ka me mira zgjidhje ato. Apo te krijesat e tij.
ai e din më së miri apo çka zgjedh për robën e tij dhe çka jep atij. Nëse na të kufizuar në zgjidhjen tonë, na mendojmë që kjo duhet më dhon. Nëse na s'kena opsione të tjera, na s'kena zgjidhje të tjera. Prandaj Allahu xhallahu ala edhe e shohim emrin e tij të bukur El Hakim edhe në përzgjedhjen e udhëzimit. Si e ka përzgjedh ata atje ose si na ka përzgjedh neve këtu me mësu për Allahu xhallahu ala, e më njoft Allahu xhallahu ala, e më njeh rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo edhe pse nuk jemi në kuptim të afërsisë së preardhjes edhe fisit edhe familjes, nuk jemi në asnjë situatë, në asnjë rrethon për afërt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, as nuk na lidh me të as gjua, as vendi, as koha, as nuk na lidh me të, dhe neve na ka përzgjedhur Allahu xhallahu ala që timi pasues të tij dhe timi të afër me të, nëse ka përjashtuar mundësinë që të jenë prindët e tij kështu me të aftën. Apo kush ka gjykuar kështu që dikush dënohet e dikush shpërblet, ai që është El Hakim. Ai që është El Hakim. Dhe ti e sheh këtë urtësi të Allahu xhallahu ala, pse kështu bën Allahu xhallahu ala. Dikujt Allahu xhallahu ala mundson që merrnu 20 vjet vetëm edhe ja merr shpirtin, apo e çon xhenet me herë. Si ka bu 15 ka nis mu fal, 4-5 u fal, s'ka bu shumë harame, soron fitnë edhe ka marr Allahu xhallahu ala. Dikon e lut 80 gjunohet e gjën xhenet. Kjo është El Hakim. Kjo është El Hakim. Edhe këtu duhet me kuptu emrin Allahu xhallahu ala El Hakim, se kjo nuk është rastësisht, as nuk është pa qëllim, po edhe kjo është në kuadër të kuptimit të emrit El Hakim që sa kam fillim e që kishte të bënte me çdo veprim që është me vend, çdo veprim që është e qelluar, çdo veprim është në kuadër të interesit saktuar e kështu me radhë me kuptimet e përgjithshme dhe të detajzuara që i përmendëm lidhe me emrin Allahu xhallahu ala El Hakim. Këto janë disa pika që pa të mundësi me thonë kuadrat të kësaj legjërate për emrin Allahu El Hakim, pse mbet ende për të thënë lidhe me këtë emër, andaj ne këtu po ndërprejmë këtë legjërat për një pushim, pastaj inshallah vazhdojmë në pjesën e dytë lidhe me këtë emër të Allahut azza xal. Allahu xhallahu ala që na mëson atë që na nevojitet dhe gjithashtu na jap fuqi që ta praktikojmë atë që na duhet dhe na bën dobi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.